Nis edicioni 21 i Festivalit të Teatrit për Fëmijë Zinxifilo në Pogradec, një nga aktivitetet më të dashura artistike për vogëlushët e qytetit dhe jo vetëm. Zinxifilo vjen këtë vit në edicionin e tij të 21 dhe për 20 vite rresht ne si Bashkia e Pogradecit dhe Qendra Kulturore jemi përpjekur që gjithmonë të sjellim për fëmijët shfaqje cilësore, shfaqje të vlefshme për kohën e sotme dhe sigurisht që të gjitha shfaqjet kanë një mesazh të saktuar brenda tyre. Ky festival tashmë Zinxifilo është kthyer në një simbol që është të qytetit Pogradecit dhe jo vetëm, sepse edhe për të gjithë fëmijët që vinë të poshuesve që vinë në qytet, ata kanë mundësinë dhe kënaqësinë të ndjekin shfaqjet tona që janë para dite dhe pas dite. Këtë vit do të jenë disa trupa, janë përzgjedhur trupat më të mira të Shqipërisë, do të jetë Teatri Kombëtar i Tiranës, do të jetë trupa e Elbasanit, do të jetë për herë të parë trupa e Teatrit të Gramshit, Teatri Kuklave për fëmijë, do të jetë trupa e Teatrit të Vlorës dhe sigurisht edhe Pogradeci që do të çelë sipares në mbrëmjen e sotme. Për 5 ditë me radhë, skena e Teatrit të Kuklave të qytetit do të zhndrohet në një hapësirë magjike ku fëmijët do të kenë mundësi të ndjekin shfaqje të ndryshme teatrale, të sjella nga trupat artistike të Pogradecit, Beratit, Gramshit, Vlorës dhe Elbasanit. Teatri Kuklave Vlorë është pothuajse të gjitha edicionet pjesëmarrës, si vjet ne jemi me Ylli Qira në Kopësht. Është një pjesë magjike, do të thosha, është një pjesë që tregon sepse drita nuk duhet mbajtur brenda, po duhet dhuruar njerëzve, nuk duhet ta mbajmë dritën brenda, ose mirësinë nuk duhet ta mbajmë, po duhet ta shfaqim. Unë jam shumë emocionuar, vit për vit që vi këtu më kujtohet ai momenti i parë, u zhvillua në muajin prill, binte borë, ne vinim nga vende që ishin teatrot ishin shpërber, nga ajo luftë që nuk u mor vesh, teatrot ishin shkatëruar, personazhet edhe në Berat më kujtohet një gazetar që shkruajti po me kukullat shpatën. Kjo gjë që ndodhet edhe në Pogradec, por me punën e mirë të sidomos të bashkisë duhet ta përshëndes sepse ka bërë një punë, një festival 21 vjeçar që nuk mbahet mend në ndonjë qytet tjetër. Komedi, aventura, personazhe të dashur dhe mesazhe edukative do të sjellin emocione të veçanta për fëmijët, duke ofruar një alternativë të shëndetshme argëtimi larg ekraneve dhe pajisjeve elektronike. Festivali Zinxifilo mbetet një traditë konsoliduar kulturore në Pogradec, e cila prej 21 vitesh kultivon dashurinë për teatrin dhe artin për brezat e rinj. Organizatorët ftojnë të gjithë fëmijët dhe prindrit të bëhen pjesë e këtij festivali ku nuk do të mungojnë të qeshurat, argëtimi, emocionet dhe momentet e bukura mes moshatarëve. Zinxifilo, festivali që prej mbi 2 dekadash sjell burzëqeshje në fytyrën e fëmijëve të Pogradecit.